Zot Berisha, kam dy pyetje. E para, lidhur me lajmi që erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për heqjen e sanksionit ndaj jush për lejimin e udhëtimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga komunikimi që keni pasur me zyrtarët e Shtetet e Bashkuara, SBA-ja ka hequr edhe akuzat ndaj jush apo etiketimet në atë kohë si minus demokracie dhe korrupsion madhor, apo është vetëm për pjesën e lejimit të udhëtimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një arsye specifike? Së pari, duhet falënderoj përzemërsisht edhe një herë administratën e presidentit Trump dhe sekretarin Marco Rubio për korrigjimin e një padrejtësie të administratës së mëparshme të vendimit të bazuar në lobimin korruptiv të Edi Rams dhe George Sorosit për ndalimin e hyrjes time në Shtetet Bashkuara. Tani, dy gjëra do të theksoj. Departamenti i Shtetit ka dhënë përgjigjen më të qartë se nuk është në listën, është hequr nga lista e atyre që nuk mund të hyjnë në Shtetet Bashkuara. Ai dhe familjarët e tij. Familjarët e tij. Dhe personat tjerë që s'kan lidhje me mua janë. Tani, edhe djeja u theksova. Sali Berisha s'ka qenë kur non grata. Shpallja non grata bazohet në konvent të Vjenës. Kurse dezinjimi për mos hyrje në territorin e Shteteve të Bashkuara ka në bazë një ligj të Kongresit Shteteve të Bashkuara, pra është ligj i brendshëm. Këtu jemi të qartë. Pse është bërë kjo ngatresë? Është bërë kjo ngatresë sepse për shumicën e njerëzve e marrin të tillë dhe unë nuk kisha normal të angazhohesha në betejë semantike në një kohë kur unë po angazhohesha në thelbin e çështjes. Thelbin e çështjes. Thelbi i çështjes zotëri është ai që Departamenti i Shtetit deklaroi se Sali Berisha mund të hyjë në Shtetet e Bashkuara dhe ky vendim është marrë për interesat të Shteteve të Bashkuara. Pikë. Së dyti, ky vendim nuk është vetëm për personin, por është dhe për familjen e tij. Çdo interpretim tjetër është i atyre që kërkojnë të ushqehen me mashtrimet e veta. Nuk kam bërë asnjë lloj kërkese për asnjë lloj rrethane shtetësore apo tjetër siç duan të mashtrojnë ata që ushqehen me gënjeshtat e tyre. Kam bërë kërkesë, në gjykat kam shkuar, rast unik në historinë e planetit për këtë çështje dhe jam drejtuar instancave shtetërore pas ndryshimit të administratës. Nuk u jam drejtuar para ndryshimit të administratës, ndonse unë kisha njohje personale, duke filluar nga kreu i asaj administrate tek punojës të tjerë. Por nuk kam bërë atë. Jo. Pra, kjo është e vërteta. Çdo interpretim tjetër, lexoni ato sqarime
që ka dhënë Departamenti i Shtetit për një seri media shqiptare.